ende nuk kemi ardhur në atë pikë, kemi diskutuar, bisedojmë për çështje me rëndësi vitale për Republikën e Kosovës. Ajo që ka themi vazhdimisht është se nëse dikush don marrëveshje politike me LDK-n, me LDK-n duhet bisedoj edhe për çështjen e presidentit. Po nëse dikush mendon të imponoj kandidat dhe si duan votat e LDK-s, le të kenë fatin e botës dhe ndoshta edhe zgjedhin presidentin dhe pa votat tona që i kemi. Ne kemi 15 vota. Ato që janë, nëse dikush dëshiron të ketë, duhet bisedoj me Lidhjen Demokratike të Kosovës. Kur ulet flas me LDK-n, do të flas për një kandidat që i përfaqëson interesat e popullit të Kosovës, jo vetëm interesat e një partie politike. Presidenti Osmani ka shprehur gatishmëri për një mandat tjetër 5 vjeçor në kryetvendin e gatshëm që besoj që shumë individ do të shprehin gatishmëri për një pozitë aq fisnike të madhe, por kush e merr unitetin edhe kush e përfaqëson 80 voçin e Parlamentit të Kosovës, kjo mbetet shihet brenda diskutimeve partive politike. Por njerë duhet tulemi ne partitë politike dhe ta bëjmë këtë adresim jo bazë të individit, akomodimit të individit në pozitë, por bazë të një pozite që kërkon konsensus 80 voç. Pra nuk është galja e Kosovës ku është cili individ ku. Galja e Kosovës duhet të jetë kush është stabiliteti domosdoshëm dhe kush e siguron 80 vota të ardhshme. Po është Kosovës, zgjedhja e treja. Besoj që mendon dikush duhet të shkojë në zgjedhjet e reja. Besoj që ka plot kandidat konsensual. Ndonjë propozim, ndonjë Do të vijmë edhe aty një herë. Na lejoni ta mbajmë kryesinë e LDK-s, ku vendin e LDK-s e më pas dhe çështjen e tjera institucionale të kemi. Ndoshta s'ka nevojë dikush për votat e LDK-s fare. Nëse ka, LDK ka adresë, ka dhe do të ketë zot shtëpie, po ashtu mund të flasim për çështje me rëndësi. Jemi të hapur për stabilitet institucional, jo për asnjë krizë tjetër politike në Republikën e Kosovës. Nëse ka nevojë dikush për 15 votat e LDK-s. Por nëse s'ka, është krejt legjitime në qëndrimin politik e bëjmë qartë, por për këtë qëndrim do të flas fillimisht me deputetët e zgjedhur të LDK-s, me kryesinë e LDK-s. Fati mirë është që po e mbajmë edhe një kuvend LDK-s, edhe kuvendi mundet me vendos aty, edhe me dhënë drejtim çështjeve bazike, po ka kohë për këtë çështje, i lutem, na jepni kohë të adresojmë çështjet me interes partijak para se të kemi këto me interes publik.